Nga ana tjetër, dua të them diçka që është shumë e rëndësishme sepse ka pasur shumë lloj fjalësh në eterin e rrjeteve sociale edhe në tribunat e propagandës kundër gjithë këtyre masave. Është thënë që po do të rriten pensionet, do të rriten pagat, po do të rriten edhe kontributet. E vërteta është që normat e kontributive që aplikon Shqipëria janë më të ulta se sa vendet e rajonit, por ne nuk do të bëjmë asnjë rritje të kontributeve në këtë fazë. Kështu që të gjithë duhet ta dinë se gjithçka që do të rrisim në buxhetin familjar për pensionistët, për punonjësit administratës dhe gjithçka do të rritet në buxhetin familjar dhe të punonjësve në sektorin publik si rezultat i rritjes pakës minimale, është vetëm rezultat i rritjes së ekonomisë. Nuk dua të marr shumë kohë, edhe pse do më pëlqente të vazhdoja gjatë me këtë pamje ekskluzive që kam këtu. Jo më pëlqen, por më frymëzon shumë. Më frymëzon shumë. Dhe kështu me faqe për muri ju pafsha Shumë e faqen për muri ju pafsha gjithmonë vetëm me shëndet, aman, se na duhen i gjallë. Për sigurinë, drejtësinë dhe rendin kemi një buxhet masiv. Natyrisht është një buxhet që diktohet nga detyrimet